Jasi të pastroni gurzat dhe të zbardhni dhëmbët sa hapen syt. Receta që e keni në shtëpinë tuaj. Një buzëqeshje e shëndetshme dhe e ndritshme është patjetër diçka që të gjithë do t'jeni të lumtur edhe të keni pamjen tuaj të mrekullueshme. Ju çuditërisht mund të shikoni edhe një rrugë të gjatë për të siguruar që të keni dhëmbë të bardhë dhe të qëndrojnë ashtu për vite me radhë. Por ka shumë mënyra natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të përmirësojnë shkëlqimin tuaj të dhëmbëve, por pa anashkaluar vizitat e dentistit dhe mbajtjen e higjienës së mirë dentare. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa mënyra natyrale të cilat do ju ndihmojnë të keni dhëmbë të bardhë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hani lule shtrydhe. Ka të dhëna se lule shtrydhet mund të ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve për shkak të përmbajtjes së enzimave të quajtur acid malik dhe vitaminën C. Lule shtrydhet ndihmojnë për të hequr njollat sipërfaqësore, ndërsa vitamina C pastron pllakat e dhëmbëve. Ngrënia e lule shtrydheve një herë ose 2 herë në javë mund të ketë rezultate pozitive në higjienën tuaj dentare. Përdorni fillin për të pastruar dhëmbët. Për disa arsye, pastrimi i dhëmbëve me pe ose me fill dentar ju vjen aq lehtë edhe për një pastrim rigoroz. Megjithatë, shumë dentistë dhe higjienist janë dakord për pastrimin me pe që është shumë i rëndësishëm. Pastrojeni dhëmbët me pe 2 herë në ditë për të mirën e dhëmbëve. Pastrimi me pe mund të largojë errësirën e dhëmbëve dhe të ndihmojë në pastrimin e mbetjeve të cilat mund të kenë ngelur midis dhëmbëve. Bëni sodën e bukës në kombinim me limonin për të pastruar dhëmbët. Kjo mund të jetë një nga metodat më të popularizuara për dhëmbët e bardhë. Reaksioni kimik i sodës së bukës me lëngun e limonit ka efekte të mira në buzëqeshje. Një prej këtyre përbërësve punon më mirë, por së bashku janë edhe super efektiv. Me këtë zgjedhje, një herë në javë mund të largoni njollat e dhëmbëve. Nëse ndodh që soda e bukës mund të jetë tepër gëryese për mishrat e dhëmbëve, mund të ndërprisni përdorimin. Hani fruta të freskëta dhe perime në dietën tuaj. Molla, karrota janë të gjitha ushqime të mira për shëndetin e dhëmbëve. Frutat ose perimet e freskëta veprojnë si një furçë për dhëmbët. Thjesht të përtypen dhe të hahet ushqimi dhe të largohen gjithashtu papastërtitë nga goja. Kjo gjithashtu ndihmon në pastrimin e njollave sipërfaqësore të dhëmbëve. Jo vetëm që e bën grimcën e ushqimit t'i largojë, por edhe bakteriet do të kenë më pak aciditet. Molla në veçanti përmban acid malik dhe gjendet edhe të lule shtrydhet të cilat ndihmojnë në heqjen e njollave sipërfaqësore të dhëmbëve. Gjithashtu përdorni hidrogjen peroksid. Peroksid hidrogjenit mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për pastrimin e dhëmbëve. Uji i oksigjenuar pengon rritjen e bakterieve dhe mund të ndihmojë në parandalimin e infeksioneve. Pastrimi i zakonshëm me pastë i dhëmbëve është shumë i nevojshëm që të bëhet të paktën 2 herë në ditë. Kafeja, çaji dhe vera të gjitha mund të shkaktojnë dëme serioze në smaltin e dhëmbëve tuaj. Pastroni dhëmbët për të reduktuar ekspozimin e drejtpërdrejtë të dhëmbëve. Nëse keni pirë kafen tuaj ose verën, sigurohuni që të pastroni dhëmbët me një pece cilësore dhe më pas të bëni një larje siç bëni zakonisht. Kjo është një teknikë e mirë për të përmirësuar higjienën tuaj dentare. Gurzat janë një shtresë e verdhë në dhëmbët tuaj, të cilat mund të dëmtojnë buzëqeshjen dhe të krijojnë gjithashtu shqetësime të mëdha të tyre. Kujdesi i dur për to mund të jetë një alternativë e çmuar për të përmirësuar higjienën e gojës dhe për të larguar papastërtitë. Nëse doni të keni një gojë të pastër dhe nuk do të keni sëmundje, atëherë mund të përdorni edhe recetat natyrale. Përveç kësaj është e nevojshme të mbani higjienë të mirë orale. Është e zakonshme të shkosh te dentisti për t'i dhënë në fund këtij problemi, pasi ata janë ekspertë të tyre, por gjithashtu do të evitoni krijimin e tyre, ndërsa ndiqni këto metoda në kushte shtëpie. Përveç se ka të ngjarë që ato të dinë metoda që nuk i njohin dhe nuk i bëni pa ndihmën e tyre, megjithatë ka diçka që të gjithë mund ta bëjnë në shtëpi për t'i mbajtur dhëmbët larg nga gurzat. Përbërësit që u duhen janë: një lugë gjelle pastë dhëmbësh, 2 lugë peroksid hidrogjeni, 2 lugë sodë buke, 2 lugë ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Merrni një enë në qelçi me një kapak,
dhe gjithashtu derdhni të gjithë përbërësit. Përzjeni mirë duke përdorur një lugë druri derisa të bashkohen për të krijuar kremin. Vendosini masën e përfituar në furçën tuaj të dhëmbëve dhe e lani për 5 minuta. Këtë metodë bëheni të paktën një herë në javë derisa të përmirësoni higjienën tuaj orale. Të gjithë do të donin të kishin një buzëqeshje të bukur dhe me dhëmbë të bardhë. Mirë po shumë prej nesh e kalojnë në këtë në plan të dytë, sidomos nuk kujdesen mirë për kujdesin oral, duke bërë të mundur që shpesh të pendoheni edhe për vonesën që mund t'i shkaktojnë dëmtimet e dhëmbëve tuaj. Shpesh pastrimi dhe zbardhja e dhëmbëve mund të mos arrihet thjesht me pastën e zakonshme të dhëmbëve që përdorni. Kjo gjë shpjegohet me faktin se sa më të vaskularizuar të jenë dhëmbët tuaj, aq më të verdhë do të duken ata. Pra, sa më shumë gjak të shkojë te dhëmbët tanë, aq më pak të bardhë do të jenë ato. Smalti reflekton atë çfarë gjendet poshtë tyre. Nëse pulpa e dhëmbëve, pra pjesa e brendshme e tij mban shumë gjak, smalti në sipërfaqe do të pasqyrojë ngjyrën e verdhë. Në të kundërt, nëse vaskularizimi është më i pakët, dhëmbët mund të duken të bardhë dhe thjesht me përdorimin e pastave të dhëmbëve. Por çfarë duhet të bëni që të pastroni dhëmbët të cilat duken të verdhë? Zbardhja e tyre te një dentist kushton, por tashmë kjo mund të arrihet edhe në kushte shtëpie. Sekreti, përdorimi i sodës së bukës. Ajo përbën një zgjedhje të vjetër, por që është e përdorur në mënyrë efikase për zbardhjen e dhëmbëve të verdhë. Soda e bukës ka natyrë alkaline që çon në dëmtimin e smaltit të dhëmbëve, por nëse ajo shoqërohet me limon i cili ka në mënyrë acidike, atëherë kalciumi i pranishëm në dhëmbët tanë mund të zbardhet pa e dëmtuar smaltin. Kalciumi i pranishëm edhe të dhëmbët ndihmon në zbardhjen e tyre. Njëra mënyrë përfshin përgatitjen e një paste me krip, sodë buke dhe lëng limoni. Më pas nevojitet larja e dhëmbëve me këtë përzierje. Shpërlarja dhe larja më pas e tyre me pastën e zakonshme të dhëmbëve. Mirë po shumica zgjedhin të veprojnë në thjesht. Përzjeni një lugë çaji sodë buke me pastën e dhëmbëve dhe më pas i lani dhëmbët me këtë përzierje të krijuar. Normalisht të dyja mënyrat kërkojnë që të përsëriten disa herë, por nuk duhet ta teproni më shumë se një herë në javë dhe rezultatet do të jenë mjaft të mira për higjienën tuaj dentare. Të gjithë duan të kenë dhëmbë të shëndetshëm dhe të bardhë. Këto procedura shpesh janë të kushtueshme dhe kjo është ndër arsyet pse njerëzit e anashkalojnë në këtë rutinë orale. Por ka disa mënyra natyrale që mund të realizohen në shtëpi, të cilat ndihmojnë në zbardhjen e dhëmbëve sipas brajtësaj. Përzierja e xhenxhefilit me krip mund të jetë një zgjidhje fantastike për të patur dhëmbë të bardhë. Për këtë ju duhet xhenxhefil, krip dhe limon. Ngrini pak xhenxhefil, këtë mund ta bëni më kollaj në rende. Shtoni 1/4 e lugës së çajit me krip dhe shtrydhni një fet limoni. Më pas, përzjeheni mirë dhe aplikoni atë në furçën e dhëmbëve si normalisht dhe bëni një larje për 2 minuta. Më pas e shplani gojën tuaj me ujë të rrjedhshëm. Argjila e bardhë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për higjienën tuaj dentare. Thjesht aplikoni argjilë të bardhë përmes furçës dhe lajini për 3 minuta. Mos ushtroni shumë presion, por lajini lehtë. Më pas e shplani gojën tuaj me ujë të pastër. Gjethet e mentes dhe vaji i arrës së kokosit gjithashtu mund të jenë një zgjidhje fantastike. Gjethet e mentes, vaji i kokosit kombinohen së bashku. I përzjeni dhe aplikoni përzierje në furçën e dhëmbëve. Mos përdorni mente më shumë se 3 deri në 5 gjethe për të marrë rezultate fantastike. Peroksidi i hidrogjeni në kombinimin me sodën e bukës mund të japë një zgjidhje efektive për higjienën tuaj dentare. Përzjeni sodën e bukës me peroksidin e hidrogjeni në raportin 1:2. I përzjeni derisa të formohet një pastë. Më pas lehtësisht lani dhëmbët me të për rreth 3 minuta. Më pas e shplani gojën tuaj me ujë të bollshëm. Pluri i kakaos gjithashtu mund të japë rezultate fantastike për shëndetin tuaj dentar. Pluri i kakaos në kombinim me ujin ose vaj kokosi. Përzjeni plurin e kakaos me vajin e kokosit ose ujin derisa të formohet një pastë. I lani dhëmbët me masën e përfituar si zakonisht. Është e rëndësishme që nëse keni dhëmbët të ndjeshëm të mos e përdorni këtë recetë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.